këngëtarja e njohur shqiptare, Paraskevi Simaku, e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ndaj disa deklaratave të bëra së fundmi në media, që sipas saj janë të pavërteta dhe shpifse. Ndërkaq bëhet me dije se për momentin këngëtarja ka pezulluar edhe vendimin për t'u rikthyer në Shqipëri pas deklaratave të shumta që ka pasur rreth emrit të saj muajt e fundit, ndonse u fol se ajo do të mbërrinte në Shqipëri në vjesht, me sa duket këngëtarja ka ndryshuar mendim, duke preferuar që të rrijë sa më e distancuar nga vendlindja e saj, duke zgjedhur që të vijojë jetën në SBA, larg projekteve për një karrierë të re në Shqipëri. Simaku shprehet se prej rreth 10 muajsh emri i saj është vënë në shënjestër nga persona që kërkojnë të tërheqin vëmendje përmes akuzave të pabaza. Ajo i cilëson këto sulme si përpjekje të ulta për të fituar klikime, duke theksuar se një sjellje e tillë në fund ul vetëm ata që e bëjnë. Nëse për disa klikime zgjedh të ulësh dikë tjetër me shpifje, jini të sigurt, në atë moment e ulni vetëm veten, shkruan artistja në reagimin e saj. Duke kujtuar përvojat e ngjashme që ka përjetuar gjatë karrierës, Simaku përmend vitet 1985-1988, kur, sipas saj, edhe pse fitonte çmime me përkushtim dhe sakrificë, përballej me zili dhe mlef nga ata që nuk e duronin suksesin e saj. Megjithatë, ajo thot se as atëherë dhe as sot nuk ka lejuar që sulmet ta ndalin. E bindur në rrugën e saj, Simaku thekson se publiku e njeh mirë dhe e di se çfarë ajo përfaqëson. Mua nuk më bëni dot asgjë. Publiku im më njeh prej vitesh dhe e di shumë mirë kush jam, çfarë kam dhënë dhe çfarë përfaqësoj, shprehet ajo. Gjithçka nisi pas disa deklaratave të forta nga Shqipja. Gjatë një interviste Shqipja është shprehur e shokuar për ato çka kishte dëgjuar për të shkuarën e saj. Diçka që më ka bërë më tepër përshtypje është që kam dëgjuar që Paraskevi Simaku ka qenë një nga ato persona që u merrte burra të tjerave. Po të flas çfarë kam dëgjuar. Unë jam shokuar kur e mora vesh. Kështu ajo ka mbetur rrugëve. Unë nuk e besova. Mendova që është femër e bukur, ka pasur karrierë. Po, ka pasur karrierë deri në momentin që familjet nisën të mos e merrnin më. Se shqiptarët e Amerikës flasin me njëri tjetrin shumë. Çfarë di unë? Di dhe ti. Më kanë thënë që ka ndodhur shumë herë. Nuk po flas për pjesën e artistes, po them për thashë themet që kam dëgjuar. Këtë nuk e din shqiptarët që kanë emigruar tani, që kanë 1, 2 apo 5 vite, po flas në kohën e atëhershme që ka bërë buj, merrej në përvjellje. Dasma, deri në momentin që nuk u mor më dhe u zhduk, nuk është e bukur ta thuash. Edhe unë nuk e pata të bukur ta dëgjoja, deklaroi ajo. Ishte pikërisht kjo deklarata që solli edhe reagimin e fortë të këngëtares, duke sjellë kështu një reagim të rrallë të saj pas kaq kohësh heshtjeje.